Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, faleminderit që jeni përpara ekranit të News 24 për të ndjekur emisionin e radhës të Njerëz në Fokus, që si kundër e kuptuat, sonte me mua në studio është Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, zoti Edmond Haxhinasto. Mirëmbrëma zoti Haxhinasto, faleminderit që pranuat jeni në Njerëz në Fokus. Është kënaqësi. Faleminderit. Do doja ta nisja diskutimin me ju me një sër çështjesh që kanë patjetër interes për shqiptarët, po mbi të gjitha duket se është e shumë pritur për ne, për gjithë shqiptarët, reforma që ju keni ndërmarrë së fundmi, lançuar së fundmi, ajo e ujit me 2 drejtimet kryesore të saj. Po përpara se ta nis më njëherë bisedën me ju, do doja që të gjithë ata që e kanë humbur momentin e lançimit tuaj, pak ditë më parë me kryeministrin Rama, ta ndjekin përmes këtij inserti. Kryeministri Edi Rama dhe Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto prezantuan para 61 kryetarëve të bashkive të vendit reformën e shumë pritur të ujit, e cila ka 2 drejtime kryesore: ujitje në shërbim të bujqësisë dhe furnizimin me ujë të pishëm për popullatën. Për rreth 67% të prodhimit të ujit në vend nuk arktohen të ardhura, duke rënduar çdo vit gjendjen financiare dhe duke rritur çdo vit humbjet. Çdo bashki do konkuroj për të përfituar nga granti i performancës. 67% e ujit që prodhohet humbet ose nuk gjeneron të ardhura, janë 11 miliard lekë që humbasin dhe që janë sa 2 fishi buxhetit të këtij viti për këtë sektor. Keq menaxhimi është një nga shkaktarët, pohon ministri Haxhinasto. 50% e këtyre humbjeve vinë si rezultat i mos performancës së efektit njerëzor. Pra, tonën. Që nga politik bërja, që nga monitorimi, që nga operimi, edhe deri tek qytetari. Pas prezantimit të reformës së ujit, nisi edhe puna në terren. Haxhinasto ishte në ujëselsin e Qafthanës në bashkinë e Prenjasit, ku filloi puna për prerjen e lidhjeve të palishme. Pas Prenjasit aksione kundër lidhjeve të palishme do të shtrihen edhe në 60 bashkitë të tjera të vendit. Reforma e ujit synon kalimin e kompetencave të plota të menaxhimit të ujësjelsit të bashkitë, por dhe aksione të shumta për prerjen e lidhjeve të palishme të ujit. Të ishit në Prenjas, zoti Haxhinasto, pse ndalesa juaj e parë ishte Prenjas, ujësjelsi i Qafthanës. Ka shumë lidhje të palishme ka atje në krahasim me kryeqytetin apo qytetet të tjera të mëdha të Shqipërisë? Në fakt, unë isha për inspektim në të gjitha të zonë, duke filluar me rrugën Qukës Qaflloç, me landfillin e Maliqit dhe pastaj ndalova edhe në Prenjas. Pasi kryetarja e bashkisë më informoi se kishte filluar ndërhyrja për prerjen e lidhjeve të palishme dhe aty kishte një situatë shumë problematike. Ndalova për ta parë dhe me të thënë drejtën ishte një rast tipik i problematikës jashtëzakonshme që ka në përgjithësi sistemi i rrjeteve tona të furnizimit me ujë, ndërkohë që uji kishte me bollëk, sipas specialistit lokal aty kishte rreth 500 litra për sekond prurje, dhe nga këto 260 litra në sekond iknin, merreshin pikrisht aty, humnin, një pjesë derdhej në qafën e thanës, një pjesë shkonte në lavazhe, dhe ndërkohë banorët e rrajtësës dhe të fshatrave aty përreth kanë probleme dhe kanë kohë të kufizuar të furnizimit me ujë. Kjo është diçka e pafalshme. Si ujësjelsi i Qafthanës ka edhe shumë të tjerë në vend. Ju thatë me saksi në atë insertin tuaj që rreth 67% e humbjeve në tërësinë e sistemeve tona humbet. 11 miliard lekë shkojnë dëm. 11 miliard lekë, mund ta imagjinoni, të reja, bëhet fjalë për të reja, në vit. Imagjinoni se çfarë situate do kishin ujësjellësit tanë, në qoftë se do të kthenin qoftë edhe gjysmën e kësaj sasie. Do ta kthenin në vlerë monetare, pra do të kishin mundësi për të investuar më shumë, për të furnizuar më shumë njerëz dhe për të dyfishuar kohën e furnizimit me ujë, që sot është rreth 12 orë. Pra, ka nevojë për një ndërhyrje emergjente. Po pse e keni toleruar deri tani këtë situatë, zoti Haxhinasto? Apo sepse nuk keni patur kompetenca të mjaftueshme dhe tani i keni?
Kjo situatë nuk është se tolerohet, por sigurisht që mënyra institucionale e trajtimit të problemeve është shumë e rëndësishme. Deri para se të fillonte reforma, institucioni që ka qenë përgjegjës krejtësisht, themi, ka qenë Drejtoria e Përgjithshme e Ujësisë Kanalizimeve, me ato mundësi të pakta që kishte për monitorimin e situatës. Ndërkohë që ndonëse ujësielësët, sistemi ujësielës kanalizimeve menaxhohej nga pushteti vendor, përgjegjësia për menaxhimin e tyre siç duhet dhe për sjell tregues performance më të lartë ishte shumë e vogël. Dhe këtu inicioi reforma, këtu filloi reforma, që përgjegjësia të kishte një emër. Përgjegjësia nuk mund të ishte e askujt. Dhe prandaj një nga themi themelet e reformës është pikërisht kjo: llogaridhënia, përgjegjshmëria dhe përgjegjësia direkte. Dhe sipas asaj reforme, sigurisht që autoritetet vendore të zgjedhura kanë një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë të madhe për sa i takon mbarvajtjes së punëve në ujësiellës. Po. Furnizimi me ujë është një shërbim i rëndësishëm jetik publik. Dhe çdo kryetar bashkie, kur konkuron politikisht, premton për transportin, premton për pastrimin e qytetit, premton për mirëqenien e njerëzve, sigurisht që furnizimi me ujë është një nga elementët themelor të shërbimeve publike që ofrohen sot. Dhe domosdoshmërisht ai duhet ta ketë këtë në përgjegjësinë e vet. Pra, kur të shkojë atje përpara elektoratit dhe të bëjë konkurimin politik, të thotë që shiko, kjo situatë sot me do përmirësohet brenda kaq kohe, ose pra të lidhi performancën e vet politike me performancën edhe në këtë shërbim jetik që siç është për qytetarët, furnizimi me ujë, por dhe me kanalizime, sepse ne nganjëherë e harrojmë. Janë dy drejtimet kryesore të reformës. E harrojmë, domethënë që ka dhe një dimension tjetër, që është dimensioni i trajtimit të ujrave të përdorura. Po, para se të kalojmë tek kjo, te drejtimi i dytë, folët për kompetencat që do të ketë tashmë pushteti lokal, po ndërkohë a mund të na specifikoni dhe kompetencat e Ministrisë së Transportit në këtë drejtim? Po, patjetër. Ministria sigurisht është politikë bërëse. Ministria nuk merret me aspekte operative të sistemit. Do të forcohet politikë bërja në ministri. Ka një vetë këtë reformë e ka iniciuar ministria në fakt, duke pasur parasysh situatën tepër problematike që ka sistemi i ujësisë kanalizimeve. Kështu që ky kapacitet do të forcohet edhe në ministri. Do të forcohet gjithashtu kapaciteti monitorues se si po shkon reforma. Llogaridhënës? Do të ketë, po patjetër. Pra, ministria do të kërkojë llogari nga pushteti lokal apo jo? Ne do të kërkojmë llogari tek Drejtoria e Përgjithshme e Ujësisë Kanalizimeve, e cila do të transformohet në agjenci kombëtare të ujësisë kanalizimeve. Sigurisht që ne do ta monitorojmë atë. Sigurisht ne do të monitorojmë edhe performancën e pushtetit vendor. Sigurisht do të monitorojmë mbi bazën e një seti shumë të rëndësishëm, mbi bazë të dhëna shumë e rëndësishme, shumë e elaboruar, shumë e detajuar, edhe performancën e secilit nga ujësiellësat në Shqipëri. Dhe sigurisht që do ndërhyjmë me masa të caktuara ligjore, nënligjore, me urdhra të ndryshme me qëllim që të përmirësojmë gjithçka që është e nevojshme për të përmirësuar. Është e rëndësishme për të theksuar që një nga risitë e reformës është se do të ketë kontratë performance. Pra, gjithë kjo reformë do të bazohet, ose më mirë të themi, operimi i ri i ujësisë kanalizimeve do të jetë mbi bazën e kontratave të performancës, që do të thotë që do të bëhet një kontratë midis dy lloj kontratash midis tre palëve. Së pari midis pushtetit vendor dhe atyre që do punojnë në ujësisë kanalizime. Dhe do t'ju thuhet që ju vërtet po punësoni, por brenda kësaj periudhe ju keni objektiv për të arritur këto gjëra. Dhe pastaj do të ketë një kontratë midis pushtetit vendor edhe qeverisjes qendrore, sepse janë shumë përgjegjësi që qeverisja qendrore i ushtron në forma të ndryshme, një nga ato është aspekti i investimeve, për shembull. Pra, ajo shoqëri që do arrit gjitha objektivat, do performojë më mirë, do të marrë më shumë fonde nga qeveria, më të mëdha për të performuar akoma më tepër. Sigurisht që objektivat që do ketë çdo ujësiellës, çdo ndërmarrje
ose më mirë të themi çdo shoqëri, sepse tani ato do veprojnë mbi bazën e logjikës të shoqërive. Pra çdo objektiv që ato do kenë, sigurisht që është realist, do të jetë realist, sepse këto kontrata janë duke bërë, janë kryer, po do të filloj konkludimi i tyre me përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe me shoqëritë e Ujësisë së Kanalizimeve. Të gjithë objektivat e to pra do të jenë të realizueshme, nuk do të jenë themi hipotetike, po të jenë të realizueshme me bazën e disa kritereve të përpunuara që tashmë ne i kemi, qoftë Drejtoria e Përgjithshme e Ujësisë së Kanalizimeve, që do të kthehet në agjenci, qoftë edhe Ministria, qoftë dhe enti rregullatori i ujit, i cili do të ketë gjithashtu një peshë shumë të madhe, do të monitorojë, sigurisht do të merret kryesisht me çështjen e tarifave, por do të shikojë edhe treguesit e performancës në përgjithësi të gjithë sektorit. Dhe do të raportoj ku? Në Ministri apo? Enti? Po. Jo, enti është i pavarur. E di, po. Enti është një i pavarur, po do të ketë një bashkëpunim. Informacionet që ai merr vlen për ju apo jo, për të matur? Pa diskutim, ne do të kemi një komunikim intensiv, do të kemi bashkëpunim për të përpunuar të dhënat që kemi dhe për të arritur konkluzione. Sigurisht që ai ka varësinë e tij, duhet të raportojë edhe në kryeministri, se atje varet, por gjithashtu edhe autoriteti, agjencia kombëtare e Ujësisë së Kanalizimeve, edhe ajo do t'i përpunojë këto dhëna dhe do t'jetë më e angazhuar drejt për drejt në çështjet operative. Pasi në strukturën e saj të re do të ketë 3 drejtori rajonale. Drejtoritë rajonale që do të mbulojnë secila nga 2 basene nga 6 që ka vendi, dhe të gjithë ujësielësit që janë brenda 2 baseneve të themit një rajoni, do të monitorohen në mënyrë më të detajuar, do shikohet performanca, do shikohet se si realizohen dhe investimet, dhe është shumë e rëndësishme për të thënë këtu që realizimi i investimeve nuk do të jetë subjektiv, nuk do të jetë mbi bazën e ngjyrimeve politike, që kjo zonë është kështu. Por, do të jetë mbi bazën e performancës. Mbi bazën e performancës një, dhe e dyta mbi bazën e një master plani që është realizuar, një investim shumë serioz i partnerëve tanë ndërkombëtar, nga KFV-ja është investuar, pra nga qeveria gjermane kryesisht, master plani i cili ka përcaktuar kriteret e sakta se si duhet prioritizuar një investim në Ujësisë së Kanalizimeve. Janë një set kriteresh, kryesisht, po Korça është një nga rastet, sepse është... I suksesshëm me ndërhyrjen e gjermanëve. është i suksesshëm, por tani në master plan kemi edhe metodologjinë për gjithë zonat e tjera, ku kryesisht vendosen densiteti i popullsisë, nevoja për ujë, vendodhja, e shumë faktorë të tjerë që nuk ka vëndë. Zoja Gjinasto, ju edhe ju e përmendët edhe në insert e deklaruam, sepse kjo shifra tregon shumë, sikundër edhe ju e cilësuat, pra 67% e ujit që prodhohet humbet dhe 11 miliard lek shkojnë dëm. Ju me anë të kësaj reforme premtoni zhdukjen e humbjeve, ose së paku minimizimin e tyre, nuk e di se në sa përqind, dhe furnizimin me ujë 24 orë për shqiptarët, apo është herët për të folur? Unë këtë nuk mund ta them, sepse shifrat janë një premtim shumë i rëndësishëm kur bëhet. Por mund të them këtë, që Shqipëria sot prodhon 270 milion metër kub ujë. Ndërkohë që nuk furnizohet e tëra. Furnizohet vetëm 80% e popullsisë. Për të furnizuar të gjithë popullsinë e Shqipërisë, pra edhe 20%, duhen rreth 215 milion metër kub. Pra, aktualisht, ne prodhojmë pothuajse 55-60 milion metër kub më tepër se sa i duhen gjithë Shqipërisë. Ndërkohë që faturohen, shkojmë me faturim vetëm 90 milion metra kub. Diferencën e bëni vetë. Tani, në qovë se kjo sasi ujë, si që ishte rasti i Qafthanës, kjo sasi ujë futet në tuba, në qovë se kjo sasi ujë fillon dhe madet ashtu si që duhet, jo vetëm që të gjithë të shoqëri të Ujësisë së Kanalizimeve do performojnë ndryshe, do kenë aktivitet krejtësisht ndryshe, financiar, por më e rëndësishme akoma do të kenë mundësi për të shërbyer njerëzve më mirë.
do investojnë për bërë lidhjet edhe atyre familjeve që nuk janë të lidhura, do kenë mundësi të zgjasin kohën e shërbimit të ujit. Do kenë mundësi pastaj edhe për të blerë matë saj, për të vendosur edhe sistemi inteligjente të matje, siç kanë bërë disa nga shoqëritë aktualisht, me qëllim që uji, si një pasuri e madhe kombëtare që kemi, të shkojë për njerëzit, të shërbehet tek njerëzit. Dhe jo të humbi në mënyrë të pa drejt, tragjike do thoja, siç është situata aktuale. Vendosja e matësave është pjesë e kësaj reforme, zotja Gjinasto? Në djenin time, pjesa më e madhe e popullsisë nuk e paguan ujin që konsumon. Për shkak se nuk ka matësat e duhur ndoshta ose nuk e di. Ju e thatë që vetë këto fakte tregojnë që se sa pak paguhet, se sa pak faturohet dhe rrjedhimisht edhe paguhet. Unë mendoj që vendosja e matësave do sjelli besoj një konsum më të kontrolluar të ujit nga ana e qytetarëve, se do të detyrohen të paguajnë atë. Dhe besoj që do sjelli një shëndoshje të gjithë sistemit të furnizimit me ujë në vend. Sigurisht kjo do të ndihmojë për të bërë një sistem tarifimi shumë më të detajuar dhe shumë më të drejtë, bazuar mbi konsumin e ujit, sepse nga mungesa matësave sot jemi detyruar, dhe më thënë shoqëritë janë të detyruara, ndërmarrjet janë të detyruara, që të faturojnë afërfe, mbi bazën e një norme konsumi që është të miratuar aktualisht, që është rreth 20 litra për person në ditë. Pra faturimi nuk do të jetë më afërfe, por do të jetë shumë i saktë mbi bazën e konsumit që do të realizohet. Por vendosja e matësave do të ketë edhe një të mirë tjetër, që do të na orientojë siç duhet për të organizuar më mirë me çështjen e trajtimit të ujrave të përdorura. Se sigurisht një familje aq ujë sa do të marrë, do të dalin matës, ai do nxjerrë në sistemin e kanalizimeve. Dhe kjo do të bëjë një shpërndarje shumë më të mirë dhe përmirësim të shërbimit me kanalizime, i cili në fakt është lënë në përqindje pak më ulët se sa ujësjellës kanalizime. Po, do të flasim për këtë, vetëm lejoni edhe diçka tjetër në lidhje me ujin e pishëm, sepse në fakt, zotja Gjinasto, nuk e di nëse ju keni pasur mundësi ta ndiqni, me siguri po, sepse në këtë studio her pas here kanë qenë të pranishëm zyrtar të ministrisë që ju drejtoni, për të folur pikërisht për këtë çështje. Çështjen e ujit të pishëm, dëshirën për të patur, nevojën për të patur, po dhe dëshirën për të patur këtë reformë që të jetë produktive, me synimin që më në fund shqiptarët të kenë ujë 24 orë. Po, nuk është vetëm kjo e rëndësishme është edhe cilësia e ujit që konsumojmë. Përpara se t'ju pyes për këtë, Ola Mitre, gazetarja e emisionit ton, ka bërë një vëzhgim. Ndjekim edhe rikthehemi. Çdo muaj familja e tij shpenzon rreth 30.000 lekë të vjetra për të blerë ujin që pi. Kjo pasi furnizimi nga ujësjellësi nuk mundsohet gjatë 24 orëve, ndaj pallati ka të ndërtuara depozita, ujë të cilave nuk rekomandohet për të konsumuar. Zakonisht, na fukaralleku e kemi pirë edhe në robinetin. Na mos pasja kemi marrë edhe kemi blerë. Sa ju shkon në muaj nëse keni bërë një llogari? Afërsisht mund shkoj tek 3.000 lekë të reja. Po ujin e robinetit pse nuk e konsumoni? Pallati juaj ka depozita? Ka depozita, por nuk kemi shumë të sigurt, se nuk kanë pastrim. Depozitat brenda janë me ujë, me dhera, me pjesëleqe. Se ky ujë që vjen në selita, që gjoja që vjen në selita tek neve, vjen dhe futet në depozita dhe kthehet në robinet. Në robinet kthehet i pist. Ka patur raste kur uji i robinetit ka patur erë ose ngjyrë? Edhe ka pasur. Edhe të tilla raste kemi pasur. Por shumë rrallë. Po, për të gatuar, përdorni ujin e robinetit? Vëllai për gjellat këto ujrat kemi përdorur, këto të blerat. Sipas pensionistit, duhet të merren masa në mënyrë që të garantohet siguria e ujit të robinetit. Do donit që uji i robinetit të ishte i pishëm dhe ju mos paguanit kosto shtesë për ujin e blerë? Sa mirë do ishte. Mes kostos së lartë mujore dhe rrezikut për të konsumuar ujë robineti, shumë prej familjeve në kryeqytet preferojnë ta blejnë ujin që pinë e gatuajnë. Edhe blejmë. Pse e blini? Ka që dhe, më në. Dhe, ka dhe. Në çfarë zone jetoni?
shkollës. Sa ju kushton në muaj uji që blini? Sa kushton është? Asë kemi thënë pazar, kemi lëvëj, inshallah. Do doni që uji i rubinetit të pihen në mënyrë që të mos shpenzonin për të blerë? Kush nuk do donte? Kush nuk do donte? Thjesht e blejmë sepse ku di më duket më i pastër, thjesht mentalitet asgjë tjetër. Do doni që uji i rubinetit të ishte i pishëm? Po, tashi mirë do ishte. E paguan që e paguan? E blejmë. Të blerë sigurisht. Sepse është më i pastër normalisht. Do doni që uji i rubinetit të ishte i pishëm? Po, sigurisht po. Ujtin e blejmë për makinat. Po ujti që kemi ujti i Bovillës mban shumë herë. Kaq. Do doni që të ishte cilësor në mënyrë që ta konsumoni? Po do duam po. Jo, e blejmë. Pse e blini? Vjen i ndotur. Sa ju shkon kosto mujore e ujit që blini? 20.500 lekë, të vjetra. Do doni që uji i rubinetit të ishte i pishëm në mënyrë që mos shpenzonit? Po gjithkush e dohet e po. Çfarë ti bëjmë? E blej. Po e blej se ajo është, thënë se është më e mira. Nuk ju duket cilësor uji i rubinetit? Jo, as pak. Ka pa pastërti? Po ka, shumë. Do donit që uji i rubinetit të ishte i pishëm në mënyrë që mos shpenzonit? Po normale, ato e duan gjithë. Pse jo? Ndërkohë ka edhe nga ata që detyrohen ta pinë ujin e rubinetit për shkak të pamundësisë ekonomike për ta blerë. Rubineti. Besoni se është cilësor? Nuk besoj. Pse e pini atëherë? Po s'kemi arsye tjetër se të blejmë ne, nuk na del, domethënë se me qëra arrim. Keni mundësi ekonomike? Jo. Do doni që uji që pini nga rubineti të ishte cilësor? Po, patjetër. Pra këto janë ankesat e qytetarëve, vazhdojnë të jenë të tilla edhe sot, zoti ministër, edhe atëherë kur ne kemi trajtuar të njëjtën problematik. Veç cilësisë jo të mirë të ujit, qytetarët humbasin para nga xhepi i tyre, se sigurisht nuk duan të konsumojnë atë ujë, ndaj detyrohen ta blejnë atë. Do ta përmirësoni me anë të kësaj reforme cilësinë e ujit? Unë besoj që rritja e përgjegjësisë edhe përgjegjshmërisë në drejtimin e shoqërive do t'jetë hapi dhe rruga e dur për të ecur në drejtim edhe të përmirësimit të cilësisë së ujit. Nga inspektimet që kanë bërë, rezulton që të gjithë implantet e prodhimit të ujit kanë ujë të pishëm. Por, ashtu siç pretendonin disa nga qytetarët me të drejtë, pastaj cilësia e ujit prishet në rrjet dhe në përfundim ata nuk, disa prej tyre mund të kenë probleme vërtet me cilësinë e tij. Ndërkohë që ekziston një sistem i ngritur tashmë, i cili monitoron cilësinë e ujit në të gjithë sistemet, themi në gjithë rrjetet e ujësjelljes kanalizimeve. Që është? Që është Inspektoriati Shëndetësor. Dhe ne jemi në bashkëpunim me këtë institucion, i cili në fakt bën një punë të mirë. Po nuk ndërrindot? Jo, patjetër, ka përgjegjësinë për të njoftuar që cilësia e ujit është. Për të testuar ujin dhe për të sigurisht për të ndërhyrë në raste të problematikës. Por, kjo nuk është e gjitha. Sigurisht që cilësia e ujit do të jetë një shqetësim edhe më i madh, më akut sot. Nga vetë fakti që një pjesë e rrjeteve tona janë shumë të amortizuara, dhe potenciali për ndotjen e ujit në rrjet ekziston. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës ka një task force e cila punon me kohë plot për sa i takon jo monitorimit cilësisë së ujit, sepse nuk e kemi atë tagër, por në mënyrë se si funksionon sistemi. Dhe shumë shpejt ne do kemi dhe ndërhyrjet tona, ndoshta dhe ligjore, me qëllim që ta përmirësoj më tej sistemin se si monitorohet sot cilësia e ujit. Do ndërhyni në rrjetin? Jo vetëm, por edhe në aspektin institucional. Me qartë. Të përgjegjësive që do të kenë shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve, të kontrollit më të shpesht nga ana e Inspektoriatit Përkatës, të sistemeve tjera që mund të ngrem për të monitoruar cilësinë e ujit. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme në radarin e vëmendjes tonë, domethënë. Dhe besoj që
duke ecur reforma, do të kemi edhe paketën e plotë të ndërhyrjeve tona për sa i takon cilësisë ujit. Kur pritet kemi frytet e para, le të themi, të kësaj reforme? Frytet i dha ju, do më thënë, frytet e patë që një ndërhyrje në terren, një ndërhyrje në jo vetëm prerje të lidhjeve të palishme. E lidhjet e palishme ishte shumë evidente, por kjo duhet të vazhdojnë edhe gjithë shoqëritë e tjera, në gjithë bashkitë e tjera. Ndjenin time disa nga kryetarët e bashkive vërtet e kanë marrë situatën në dorë, në bashkëpunim me ndërmarrjet e tyre të ujësjellësve, janë duke ndërhyrë, janë duke mbështetur edhe nga policia bashkiake. Ujësjellësi i Tiranës ka bërë ndërhyrje pozitive. Dhe besoj që ne do të arrijmë shifra që do krijojë një situatë krejtësisht tjetër në performancën e shoqërive të ujësjellës kanalizimeve. Dhe e them përsëri që efektet do t'jenë me njëherë të dukshme në mënyrën se si ato drejtohen, në mënyrën se si ato krijojnë borxhe ose nuk krijojnë borxhe, pra si respektojnë detyrimet, në mënyrën se si do trajtohen njerëzit që kanë nevojë për të trajtuar me subvencion. Aktualisht çdo vit harxhohen 4.4 miliard për subvencione. Dhe këto, deri më dje, kanë shkuar për të mbuluar shpenzime energjie, performancë ujësjellësve që kanë pas probleme të thella. Ky koncept do ndryshojë. Tani subvencionet do shkojnë tek njerëzit që kanë nevojë, tek njerëzit që kanë asistencë dhe do të paguhet pjesa e konsumit të tyre, me qëllim që... Kur thoni tani, çfarë nën kuptoni? Tani kur? Tani në reformë. Në reformë, është pjesë themelore e reformës. Po e qartë, po nuk ka filluar të aplikohet kjo reformë? Apo pritet të aplikohet javën që vjen, po themi, kur? Ka një afat? Unë mund të them këtë gjë, që në muajin shkurt është miratuar VKM-ja që i kalon të gjithë ujësjellësit në menaxhim me sistemin e ri. Pra, i krijon këto si shoqëri, ato duhet të regjistrohen si shoqëri të tilla dhe të fillojnë të operojnë mbi bazën e logjikës që operon një shoqëri. Ndërkohë, Ministria së bashku me konsulencë të huaj ka përgatitur udhëzuesin e detajuar për të gjithë veprimet që duhet të kryen nga këto shoqëri për të performuar sipas modelit të ri. Ky udhëzues është konsultuar me to, janë bërë 4 takime të mëdha me të gjithë kryetarët e bashkive dhe drejtuesit e ujësjellës kanalizimeve, janë informuar me thelbin e reformës, kanë dhënë mendime përkatëse, janë marrë në konsiderat disa prej tyre, se kanë qenë racionale, dhe tashmë është ky dokument të cilin ne do ta printojmë së shpejti, do t'ja japim në dorë të gjithë të 61 shoqërive të ujësjellës kanalizimeve, pra çdo bashki ka një shoqëri, sigurisht edhe kryetarët e bashkive, dhe ata brenda këtij viti duhet të operojnë me sistemin e ri. Sigurisht pjesa tranzitore nga një formë në formën tjetër nuk mund të bëhet brenda një dite, sepse kanë specifika, por është lënë një periudhë tranzitore, disa mujore, që të kalohet në sistemin e ri. Dhe unë jam shumë optimist që me këtë zell të themi që kanë filluar punën disa nga kryetarët e bashkive dhe disa nga drejtuesit e ujësjellës e ndërmarrjeve, e shoqërive më mirë të themi, më saktë, besoj që rezultatet do të jenë shumë shpejt të ndjeshme. Po për qytetarët do të jenë të ndjeshme pak më vonë. Duhet të ringren veten këto shoqëri që janë ankuar gjithmonë se nuk kanë pasur para, se nuk kanë pasur infrastrukturën e duhur, se nuk kanë pasur asgjë për të mirë funksionuar, dhe pastaj frytet do t'i ndjejnë qytetarët në aspektin e cilësisë dhe pasjes ujit të duhur të pishëm. Në qoftë se marrim një shembull, se po i referohemi shumë shpesh, por vërtet është një shembull tipik, ujësjellësit të Qaftanës, në qoftë se më shumë se gjysma e sasisë shkonte dhe derdhej kot, apo shkonte në përlavazhe, apo ato shatrivanet që mund të shikoni ju zorët e ngritura për pjetë që kujtoje se jenë në një vend me shumë shatrivane. Imagjino tani këtë sasi uji ta fusësh në rrjet edhe kjo t'i shkojë qytetarëve.
besoj që impakti, më thënë, ndryshimi është i menjëhershëm. Nuk ka nevojë për të pritur fundin e vitit për të ndryshuar situatën. Dhe më thënë, sigurisht që ndryshimi do kohën e vetë për të ardhur, por disa nga ndërhyrjet kanë filluar. Kanë drejt për drejt impakt tek qytetarët. Dikush që na ndjek, zoti ministër, më shkruan, pyet e pak ministrin, a ka lavazhe në Tiranë me ujë të pishëm? Shumica janë, thost. Jam një punonjës si UKT-s, unë që po shkruaj. Unë nuk mund të përjashtoj faktin që lavazhet përdorin ujë të pishëm, por besoj që detyrat janë të qarta nga ana ujësjellësit të Tiranës, që të ndërhyj, ti kontrolloj ato, ti kontrolloj legitimitetin e lidhjes, sigurisht të shikoj nëse ato ushtrojnë aktivitet të regjistruar, ligjor, legal, dhe sigurisht marri masat përkatëse. Okej, drejtimi 2 i reformës është ujitja në shërbim të bujqësisë, apo jo? Po, ky është një komponent tjetër shumë i rëndësishëm, që në fakt mbulohet nga ana Ministrisë Bujqësisë, por përpara se të them dhe i mendim për këtë, shumë rëndësishme është përmend faktin që reforma në fakt është më gjerë se sa ujë për konsum dhe ujë për tokat bujqësore. Për ujitje. Po, ju përmendët edhe reforma përfshin edhe ujin për përdorime të tjera, siç mund të jetë energjia, siç mund të jetë përdorimi industrial, si mund të jetë edhe lënia në atë shtrat lumi ku është, sepse nuk mund të thajmë gjithë lumet edhe t'i përdorim për konsum. Kështu që mirë, po, për këto 2 drejtime kryesore gjithmonë ka patur ankesa edhe... Absolutisht, edhe sigurisht që reforma do të sjellë një situatë krejtësisht tjetër. Mendoj se themelore në këtë gjë është që ne të kemi një përqasje të integruar ndaj ujit, si një pasuri e madhe kombëtare. Shqipëria vërtet ka shumë ujë, si themi noton mbi ujë, por fakti është që uji nuk është menaxhuar siç duhet. Nuk është menaxhuar me nekurqëllëk, me qëllim që të sjelli vlera të mëdha, të cilat janë shumë të rëndësishme për cilësinë e jetës qytetarëve. Kështu që në të gjitha aspektet që unë thash, do të ketë këtë përqasje, do të ketë përqasjen integruar. Ndërhyrja për sa i takon sektorit bujqësisë, jam i bindur që u paraqit atë ditë që ju kishit bërë insertin edhe nga ministri Panariti, por pikërisht edhe kjo do të jetë tepër e kontrolluar, me një plan, me një vizion shumë të qartë, me qëllim që... Po, si do shkoj uji aty? Do hiqet nga ne për ta bërë çik më të thjeshtë. Pra, nga konsumi i përditshëm i qytetarëve, do hiqet një sazi uji për shkuar për toka bujqësore apo si? Absolutisht, është një sistem si do organizohet? Sigurisht që do bëhet mbi bazën e kritereve, ndarja ose përdorimi integruar i ujit për të gjitha qëllimet do të bëhet mbi bazën e kritereve të qarta. Ne tashmë dimë se sa ujë ka nevojë për sistemin e ujësjelljes kanalizimeve. Ne dimë se sa ujë ka nevojë ose cilat janë kërkesat për përdorim për energji. Ne dimë gjithashtu se sa janë kërkesat për edhe kapacitetet për të administruar ujin për përdorim bujqësor, për vaditje. Dhe ka një institucion i cili do të merret në mënyrë specifike me këto ndarje mbi bazën e kërkesës dhe mbi bazën e mundësive që ka. Sigurisht i prioritet gjithmonë merr furnizimi i qytetarëve, sepse është një shërbim jetik që ofrohet atyre. Po kaq jetik është edhe bujqësia, po si pa vaditje nuk ka edhe bujqësi. Pra, më rëndësishme është kjo përqasje e re që kemi, që mos bëjmë gabimet që janë bërë të kaluarën, që i tërë burimi ose i tërë proji ka shkuar në hidrocentral, ndërkohë që mund të jetë cënuar shumë me urat e ndotur ndërkohë do të ketë një menaxhim tjetër apo përdorimi për ujë. Për urat e ndotura, që është një pjesë shumë e rëndësishme e reformës sonë, duhet ringritur si sistem, pavarësisht se janë bërë investime shumë të rëndësishme deri më sot, investimet vazhdojnë në fakt. Impjanti i trajtimit të ujërave për Tiranën me kapacitet 342.000 banor është në punë e sipër. Kemi një impjant të përfunduar në Velipoj të Shkodrës për gjithë zonën e Shkodrës dhe nën Shkodrës. Kemi sisteme tjera që janë në proces në Vlorë,
gjithashtu në Sarand, dhe sigurisht që është e nevojshme që këto projekte të përfundojnë, është e rëndësishme që të vazhdojmë me investime të tilla në këtë fushë, sepse kanë qenë, siç e thash në fillim, kanë qenë pak të diskriminuara në thonjza. Nëse dy janë investuar në ujësjellës dhe është e drejtë se njerëzit s'mund të jetojnë pa ujë, një është si raporte, është investuar në sistemet e trajtimit të ujrave. Duhet të ketë një balans, se për çdo sasi, njësi ujit përdorur, duhet të kemi po aq mundësi për ta trajtuar, në qoftë se do të jemi miqësor me mjedisin, dhe në qoftë se jemi miqësor me potencialet e mëdha turistike që ka vendi. Pra edhe këtu ka nevojë për një reformë totale, ka nevojë për një reformë në sistemin e tarifimit, pasi edhe tarifimi është shumë i rëndësishëm për të vendosur balancat e duhura midis të dy nën sektorëve të themi të ujësjelljes kanalizimeve, me qëllim që edhe ne të arrijmë një standard më të lartë se kemi sot sigurisht në përdorimin e ujit, por dhe në trajtimin e tij. Okej. Do të flasim pas pak për reformën në transportin ndërqytetas, një tjetër reformë e rëndësishme, por do të na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare. Kthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Vazhdoj të jem me ministrin zotin Edmond Agjinasto, ndërkohë shikuesit na shkruaj në faqen e emisionit Njerëz në Fokus për çështje të ndryshme, madje i paraprin edhe temave që un kam përzgjedhur të diskutoj me ju. Sapo të kem një hapësirë do mundohem që pyetjet i adresoj ministrit, po veçoj vetëm njërin me që mbyllëm pjesën e diskutimit për reformën e ujit. Një zotëri të rreq vëmendjen ose më saktë kërkon që ju të keni në vëmendje në këtë reformë dhe arsimimin e nënpunësve të shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve. Pasi në këtë mënyrë mund të keni një performancë të kënaqshme, atë që ju do donit, ne të gjithë do donim. Një ndërhyrje do thoja me shumë vend, por dua ta siguroj zotrin ose zonjën nderuar, zotrin, që çështja e burimeve njerëzore është Ja ku është mesazhi që publikohet. Shumë mirë, paska dhe imazhin e paska shumë interesant të adresës e tij, të account-it të tij. Por besoj që ai ka qelluar në shenjë. Çështja e cilësisë së burimeve njerëzore është absolutisht shumë themelore në gjithë reformën. Nga një vlerësim që kemi bërë, rreth 40% e humbjeve vijnë si rezultat i faktorit njerëzor, pra mos menaxhimit të mirë. Rreth 40% e humbjeve vijnë si rezultat i mos performancës së mirë të faktorit njerëzor. Sigurisht që kontrata me bazë performance ka pikërisht të në thelb, që kushdo që do punojë në këto ndërmarrje, të punojë me bazën një kontrate, me bazën e objektivave që duhet të arrijë në punën e tij. Jo vetëm kaq, por pjesë shumë themelore e reformës, dhe për këtë duhet falenderoj edhe USAID-in, e cila së bashku me Ministrinë e Transporteve ka konceptuar një program trajnimi dhe kualifikimi për të gjithë punojësit e shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve. Ky program do të jetë i detyrueshëm, do të ketë një certifikim për punojësit. Dhe fillon kur? Ky tashmë ka filluar. Ka filluar. Dhe brenda një periudhe 2 deri në 3 vjeçare të gjithë punojësit e shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve duhet të trajnohen dhe të certifikohen. Element shumë i rëndësishëm është kjo gjë, domethënë, trajnimi, kualifikimi për të ndryshuar situatën që është. Unë mund të jap vetëm disa shifra. Mund të them që numri më i madh i punojësve sot në ndërmarrjet në shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve janë rojet. Gati 9%. Dhe kategoria dytë më e rëndësishme janë hidraulikët, që janë më pak se 8%. Dhe po të shikosh numrin në tërësi të atyre që punojnë në këto sisteme, predominon profesioni i agronomit. Ujësjelljes kanalizimeve. Po. Domethënë, një
do thoja një, s'mund të them politik e burimeve njerëzore, por një realitet I cili duhet ndryshuar. Dhe që ju ta keni në vëmendje. Dhe sigurisht që duhet trajtuar edhe në këtë nivel, në nivelin e politik bërjes. Dhe ne prandaj kemi ndërhyrë, prandaj kemi arritur që të bëjmë edhe marrëveshjen me USAID-in, edhe me shoqatat që bëjnë trajnimin dhe kualifikimin, pasi ne e pam sistemin në tërësinë e tij. Është shumë e vështirë që të bësh politika të tilla të burimeve njerëzore kur I shef të fragmentuara shoqëritë e sjellëse, por kur I shikon se sa problem të madh ka tërësia e burimeve njerëzore që janë të angazhuara në sistemin e sjelljes kanalizimeve, sigurisht pastaj duhesh të ndërhyr sepse nuk mund të lejosh një situatë të tillë. Por vërejtja e zotërisë është absolutisht shumë e saktë. Do doja të kalunim tek një tjetër reformë e rëndësishme, siç është ajo e transportit ndërqytetas. Nëse nuk gabohem, në fillim të vitit, diku nga fundi I janarit, teksa keni prezantuar pikërisht reformën e transportit ndërqytetas në Komisionin e Integrimit, nëse nuk gabohem, keni deklaruar se kjo do të jetë reforma më e thellë që është bërë ndonjëherë, që do të sjellë përgjysmimin e linjave, sepse janë mbi nevojën e vendit. Keni deklaruar se kapaciteti i autobusëve është 62%, pra janë, keni thënë ju, 1058 autobus në sistem të regjistruar dhe prej tyre punojnë 810. Çfarë ka ndryshuar deri më tani? Në këto 3 muaj, kjo reformë është aplikuar në këto 3 muaj, apo jo? Reforma sigurisht nuk bëhet në një ditë. Prezantimi juaj në Komisionin e Integrimit e deri tani. Patjetër. Reforma nuk bëhet në një ditë, veçanërisht kjo reformë, e cila, ose më mirë ndërhyrja në cilën, ose veprimet e cilën, kondicionojnë direkt shërbimin që I ofrohet qytetarëve. Për ne e rëndësishme është pikërisht cilësia e këtij shërbimi. Jo forma se si në vetvete, se si është organizuar transporti publik, por nëse një sistem I transportit publik ndërqytetes nuk ofron cilësinë e duhur, atëherë ai duhet reformuar. Po. Nëse një sistem nuk është I vetëqëndrueshëm, sustainable që I thonë me terminologji kështu ndërkombëtare, atëherë ai duhet ndryshuar. Dhe kjo është edhe në mirë të operatorëve që punojnë. Sot, situata akoma është shumë problematike. Por trendi është drejt asaj që duhet bërë. Për shembull, linjat janë përgjysmuar. Mund të them që sot janë rreth 200 shoqëri që operojnë në transportin ndërqytetas. Rreth 200 shoqëri. Ndërkohë që reforma parashikon që çdo bashki të ketë shoqërinë e vet të transportit ndërqytetas. Tirana do ketë më shumë, mund të ketë 2 ose 3, që do të thotë që nga 200 do bëhen 100 apo? Do të bëhen 64. Do bëhen 64. Do bëhen 64. Që do të thotë që mos jetë e rëndësishme se kush e ka orarin e orës 6 mëngjesit themi, e ka një individ apo një shoqëri, po tjetë e rëndësishme, edhe këta të orës 6, ndoshta të shkojnë edhe që në orën 5:30 që ti marrin ati të orarit 5:30 ca pasagjerë që të mbushen edhe të ikin me vrap për destinacion, por të gjithë operatorët të jenë pjesë e një shoqërie aksionere, dhe kjo është niveli më optimal I agregimit, I mbledhjes, I shoqërizimit të operatorëve. Sepse ka edhe nivele shumë më të larta të agregimit e kam fjalën. Ka edhe shoqëri që krijohen jo mi bazë bashkie, po mi bazë rajonesh. Pra një rajon I tërë mund të ketë vetëm një shoqëri. Po ne nuk po shkojmë aty për momentin. Për momentin po shkojmë te shoqëria bashkiake. Pra të gjithë këto operatorë, 197 operatorë që janë individ apo shoqëri, këto do të bashkohen me njëri tjetrin në shoqëri aksionere për çdo bashki. Dhe kjo shoqëri do të administrojë të gjithë itineraret që nisen nga kjo bashki, drejt bashkive të tjera. Çfarë sjell kjo? E para punës, kjo heqja të konkurrencën e pandershme dhe evazionit të tmerrshëm që ekziston sot. Së dyti, kjo do t'i bëj shoqëritë të painteresuara për të konkurruar në mënyrë të pandershme me njëri tjetrin, po do t'i fokusohet te cilësia e shërbimit. E treta,
do rrisë kapacitetin financiar të shoqërive që të kenë mundësi të rinovojnë flotat e tyre. Se situata e flotave të transportit ndër qytete sot është katastrofale. Mbi 40% autobusëve janë më të vjetër se 25 vjeç, 30 vjeç. Një pjesë e madhe prej tyre, rreth 400 prej tyre janë jashtë çdo lloji standardi. Dhe unë e kuptoj situatën. Apo për gjithë Shqipërinë? Unë kam për gjithë Shqipërinë. Kur bëni këtë? Unë kam për gjithë Shqipërinë, po flas për gjithë Shqipërinë. Po flas për gjithë Shqipërinë. Për ta qartësuar për publikun. Po patjetër, patjetër. Nga këto 200 shoqëri do mbeten 64, thatë ju. Po. Si do mbeten 64? Këto do mblidhen. Këto 200 do të mblidhen në shoqëri mbi bazën e aksioneve që kanë. Sot një shoqëri ka, po themi, ose një individ, ka 2 autobus, ka një licencë. Sa i punon sot, apo jo? Ka linjën, themi, Korç Tiranë. Një individ. Sa është kosto për një kompani? Për çfarë? Për në këtë drejtim, për transportin ndër qytete. Sa është kosto një kompanie? Mujore, vjetore? Po kosto varet se sa linja ka. Jo, keni bërë keni database ju si ministri për këtë, apo është e parëndësishme teksa bëni është e parëndësishme. Se ne nuk merrem të reformë të rëndësishme. Ne kemi dhënë orientimin që këto operator duhet të agregohen në shoqëri. Dhe disa nga bashkitë kanë ecur shumë pozitivisht. Ne këtë e kemi konsultuar në fakt me gjithë operatorët për gjatë një viti. Dhe të gjithë e kanë parë se një mundësi shumë të mirë për të ndryshuar sistemin e transportit të qytetit sot. Po t'ju them mënyrën se si bëhet. Patjetër. Pra nëse një shoqëri ose një individ që ka një licencë, ka një autobus 2, 10, këto kanë një vlerë caktuar, 10 vlera. E kanë në librat e tyre që mbajnë, në librat e tyre të kontabilitetit. Kjo vlerë bashkohet në këto shoqëri aksionere dhe secili futet me vlerën që ka të qoftë të mjeteve, të autobusëve, qoftë pasurive të paluajtshme. Dhe si aksioner, ai do të marrë edhe përfitimin mbi bazën e aksioneve që kanë ato shoqëri. Pra, kjo është një mundësi që i japim të gjithë operatorëve. Mënyra tjetër shumë më radikale mund të kishte qenë që shiko, unë po e tenderoj këto shoqëri. Po hap një tender publik të hapur, edhe po them që ajo shoqëri që më vjen me autobusat më të ri, prodhim i vitit 2015, ajo do mbetet të dhe tjerë do mbulon kulladiun, do marrë licencën. Dhe licencën do ta bëjmë nga 5 vjet, do ta bëjmë në 10 vjet. Me qëllim që këto shoqëri, kur të fillojnë detyrimin për rinovimin e flotës, të kenë dhe kohën e mjaftueshme për t'ju kthyer investimin. Se 5 vjet është kohë shumë e shkurtër. 5 vjet është një periudhë optimale për kthimin e investimit, por këtu duke pasur parasysh që njerëzit duan të fitojnë, do ta zgjasim kohën e licencës. Pra ata të jenë të qetë nga ky aspekt, që nuk do t'i hiqet licenca mas 5 vjetëve, por të programojnë punën e tyre, të bëjnë investimet kapitale për rinovimin e flotës, edhe të fokusohen pastaj edhe tek performanca dhe tek shërbimi ndaj qytetarëve. Pra, kjo do të ishte një mënyrë radikale, që të thonim që ankand, do të ishte ndershme edhe kjo. Por jo, ne thamë që të gjithë ju operatorë që jeni aktualisht në treg, ju gjeni gjuhën dhe futuni me aksionet që keni. Pa nuk nxjerrim asnjëri nga tregu. E di kush do dalin nga tregu, do dalin dembelët edhe ata që kanë marrë një licencë, edhe ja kanë shitur dikujt tjetër i cili kanë filluar sherret me spalve për tyrë. Nuk jam dieni për këtë gjë, por kjo mënyrë si e kemi vendosur është për të favorizuar, është shumë e ndershme, është e drejtë dhe favorizon ato njerëz që janë punëtorë. Jo ata që kanë marrë një licencë me mënyrat e tyre dhe e kanë dhënë dhe marrin përfitime si me fajde nga kjo licencë, por ata që vërtet e kanë biznesin e jetës tyre, edhe këtë do ta respektojnë deri në fund. Se edhe ata janë qytetarë shqiptar, edhe ata duhen respektuar deri në fund. Kështu që ky do të jetë koncepti i ndryshimit. Tani çfarë sjell kjo? Kjo do fillojë në janar të vitit. Në janar fillon. Po, në janar të vitit 2017 do të fillojë sipas linjave të reja. Ne kemi bërë një rivlerësim total mbi bazën e një metode shkencore, e njohur tashmë, e certifikuar tashmë, dhe na ka dalë që duhen hequr mbi 40% të linjave ekzistuese,
të cilat kanë mbi vendosje, nuk i shërbejnë qytetarëve, nuk mbulojnë pra territor, nuk i shërbejnë. Keni një database. Absolutisht, patjetër. Sepse kompozimi i linjave të reja është bërë duke pasur të dhënat e sakta të çdo bashkie, të çdo linje, të çdo itinerari. Dhe është ribërë gjithë itinerari. Dhe çfarë del tani nga, t'ju jap disa shifra që të krijoni idenë më të saktë. Shfrytëzimi i mjeteve nga 62% që ju e thatë me shumë saktësi, e mbani mend ose e keni bazën tuaj dhënave, do shkojë në mbi 80%. 80%. Mbi 80%. Pra nëse autobusi mbushej me 60% të vendeve, tani do të mbushet mbi 80%. Pra e ardhura për çdo autobus do të jetë shumë më e lartë se sa ishte më përpara. Numri i operatorëve, ju e thash, do zbresi në 64. Numri i linjave, nga 588 do zbres në 326. Mi llogaritin e re që ka bërë Ministria. Kilometra që bëhen ditë nga gjithë ky rrjet i madh me këto 580 itinerare, nga 256.000 do shkojnë në 203.000. Numri i autobusëve nga 1.100, që nuk janë gjithë operativ, do shkojnë në 750. Në 750? Po. 810 janë të regjistruar në sistem. Standardet janë 1.100. 800 janë operues, po aq janë regjistruar si... Po, esakt. 1.508 në sistem dhe 810 funksionojnë, të tjerët janë kot praktikisht. Po. Konsumi karburantit, shiko se kjo është shumë e rëndësishme. I 102.000 litra harxhohet sot nga gjithë sistemi, do shkojnë në 69.000. Në 69.000. Po kjo nuk është vetëm përfitim. Pra këto shoqëri, po të njëjtat shoqëri, po të njëjtat individ dhe shoqëri që funksionojnë sot, do të harxojnë rreth 30% më pak karburant. Janë dakord shoqëritë zotë Gjenas, apo keni asur në kundërshtit e tyre? Po, absolutisht po. Tani dhe diçka ju... Përprisë se kam edhe një shifër tjetër shumë interesante, se ka edhe interes publik jo. Është çlirimi i gazit CO2. Nga 270 ton, do shkojnë 182. 182? Po. Që do të thotë, imagjinoni sa impakti gati 20-25% qofse e llogarisë mirë, do të reduktohet CO2 që lëshohet sot nga gjithë këto autobusa. Po, se do të kemi dhe përmirësim të... Pra, tani, jo vetëm kjo tani, se ka dhe disa elementë të ri që janë shumë të rëndësishëm. Është reforma e biletimit. Po, e di, vetëm diçka dua të di. Pra, ju keni, me reformën e re, ju keni konceptuar një shoqëri për çdo njësi administrative, pra për çdo bashki, për çdo qytet. Përveç Tiranës të aty, e cila do të ketë 2 ose më 3, ose më shumë se 2, 3? Po, do të ketë 61, 3, themi 60, 4 do ketë Tirana. Po, Durrësi? Një do ketë? Durrësi do ketë një shoqëri. Një shoqëri. Po, keni parashikuar biletën elektronike, po ashtu keni parashikuar dhe ndërtimin e 7 terminaleve. Jo 7, ne kemi vendosur si kriter që bashkit duhet të kenë terminalin në tyre, sepse nuk mund të bëhet transport cilësor, në qoftë se nuk do të ketë terminalet e duhura. Pra çdo qytet duhet të ketë terminalin e vet, nuk janë 7, janë më shumë. Absolutisht. Çdo bashki duhet të ketë vendin e vet të Se ku e ndërton pra zgjedh bashkia ose njësia administrative përkatëse. Bashkia, ne jemi të gatshëm edhe të ofrohemi. Disa bashkie kanë zgjidhur me privat, me një kontribut nga operatorët, që funksionon edhe kjo. Sigurisht ne jemi të gatshëm që të vëmë dispozicion edhe pronat që ka, të themi, hekurrudha shqiptare, përgjithësisht stacionet e trenit kanë sheshe të tilla, jemi të gatshëm të diskutojmë dhe të ofrojmë këto për pushtetin vendor, sigurisht duke mos komprometuar funksionimin e hekurrudhës. Bileta elektronike është shumë e rëndësishme, sepse do të menjanoj, do të eliminoj evazionin shumë të madh që ekziston sot, dhe do të japi mundësi për shumë shërbime të inteligjente. Për shembull, për paraqitjen e tabelat e stacioneve, se kur është orari i autobusit,
ku ndodhet autobusi, kur vjen autobusi, që njerëzit të orientohen më mirë dhe mos të harxojnë orë të tëra duke pritur autobusit. Edhe kjo do bëhet nga pushteti lokal apo nga ju? Apo në bashkëpunim? Këto sigurisht që... Si ndajnë kompetencat e kjo reformë? Normalisht, për sa i takon shteti nuk merr pjesë në këto. Sistemi i transportit ndër qytetas është një aktivitet privat. Ne sigurisht përcaktojmë standardet, ne përcaktojmë si duhet bërë, dhe këtë e kemi bërë, me këtë reformë që unë ju përshkruva, me standardet e terminaleve, por edhe me standardin e biletimit, me standardin e autobusëve. Se çfarë moshe duhet të kenë autobusët? Çfarë kategorie duhet të kenë? Çfarë parametrash cilësie dhe komforti duhet të kenë? Po ju vendosni standardet kontrollet kush i kryen, në këtë rast pushteti lokal? Pushteti vendor, por ka dhe një drejtori të shërbimeve të transportit, që është në varësi të Ministrisë së Transportit, pra ka bashkëpunim tërpasershëm lidhje me këtë gjë. E cila do të aktualisht e bën këtë funksion, por sigurisht që me realizimin e reformës do të ketë më të specifikuar dhe më të detajuar punën e vetë. Por është rëndësishme tek çështja e biletës elektronike, që të kuptohet, ne duam të aplikojmë parimin e pagesës për kilometër. Për kilometrin e realizuar nëpërmjet shërbimit të transportit ndër qytetas. Pra që nëse unë dua të shkoj, themi, nisem nga Librazhdi për të shkuar në Sarand, unë me biletën time elektronike do të paguaj eksaktësisht sa është distanca. Dhe mos të paguaj se sa mund të dëshironte për shembull, pronari i autobusit apo operatori apo sistemi aktual i biletimit që bën mbi bazën e itinerarëve. Ti mund të zbrisje për shembull, themi, përpara Sarandës, ndërkohë që duhet paguaj për kilometra më tepër për itinerarin e plot. Dhe gjithë kujdesi është që pagesa të bëhet për kilometrin e realizuar. Kjo është një, po buzëqeshja sepse po më kujtohej që këtë pyetje kam drejtuar kryetarit të bashkisë, Erion Veliaj, kur e kam patur në studio për Tiranën, po dukej se ishte ende herët për të bërë këtë lloj. Jo, ndjenin time edhe Bashkia e Tiranës, për sa i takon transportit publik, urban brenda qytetit, janë duke realizuar një projekt të tillë për biletat elektronike. Edhe në panairin e fundit që u realizua para pak ditësh, u diskutua kjo çështje dhe besoj që kjo është e ardhmja. Kjo është e ardhmja sepse nëse duam të shërbejmë mirë qytetarëve, patjetër që duhet fusim sistemet inteligjente të transportit. Pra, nga janari vitit ardhshëm fillon të ndjehet kjo reformë e rëndësishme, me përfshirë brenda edhe biletën elektronike? Çështja e biletës elektronike fillimisht do të testohet nëpërmjet një projekti pilot. Ku? Në cilin qytet? Ne kemi përzgjedhur 3 itinerare për ta bërë këtë. Tiranë-Elbasan, Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Shkodër. Jemi duke përpjekur të mobilizojmë fondet për ta realizuar atë. Fonde nga buxheti i shtetit apo? Të gjitha format e ndryshme, kemi lënë një pjesë nga buxheti i shtetit, shikojmë mos marrim ndonjë financim nga donatorë të ndryshëm, që ta realizojmë si projekt pilot dhe pastaj të shikojmë ta shtrijmë edhe për linjat e tjera të vendit. Zoti Agjinasto, kur flasim për transportin urban, mund të përmendim edhe atë që ju përmendët paksa shkarazi, duke e ndërlidhur me vendin ku mund të ngrihen terminalet, pra çështjen e shërbimit hekurudhor që është duke u vënë në punë me humbje, me sa informacion kam. Pse nuk investohet që të bëhet edhe ky shërbim i konkurrueshëm? Pyetja ju është shumë e vënd, por fakti është që hekurudha për shumë kohë është një gjendje mbijetese. Është trajtuar si një park i madh hedhurinash që aty mund gjesh disa copa hekuri, mund t'i shesësh për skrap edhe të rikuperosh sa para. Para me cilat pasaj mund ta mbash gjallë hekurudhën. Në fakt një koncept i cili ka qenë i gabuar, mendoj unë, që në fillim të viteve 90, kur mendua që nuk ishte të ardhme për sektorin hekurudhor. Një koncept i gabuar pasi u mendua që edhe industrit minerare apo hidrokarbure që kishin nevojë për hekurudhën për të transportuar sasi të mëdha materialesh po mbylleshin, nuk ishin më ardhme. Situata
evoluojmë në mënyrë të tillë që ajo përzgjedhja të hershme ishte e gabuar. Dhe vim sot në një situatë që kemi mbi 2 dekada që investimet kanë qenë për mbijetesë të Ekurudhës. Investimet mirëfillta kapitale për ta bërë konkurrueshëm transportin ekurudhor nuk ka pasur. Do të ketë në të ardhmen? A keni në plan ta privatizoni këtë sistem? Kjo është një çështje mundësie. Në fakt, buxheti i shtetit aktualisht ka dhënë subvencionin e tij për Ekurudhën, por nuk është i mjaftueshëm për ta ringjallur atë, pavarësisht disa ndërhyrjeve që ne kemi bërë në mënyrë prioritare, duke rinovuar, themi, disa vagon dhe një lokomotiv, të paktën për linjën Tiranë-Durrës. Kjo ka qenë e pamjaftueshme. Ka pasur edhe disa komplikime që kanë të bëjnë me disa ndërmarrje që tradicionalisht e kanë përdorur Ekurudhën për qëllimet e veta, ndërmarrje të cilat kanë pasur probleme të mëdha me punën e tyre dhe rrjedhimisht ka ndikuar drejt për drejt tek volumi i Ekurudhës. Një dënim të madh ka marrë Ekurudha nga prishja e stacionit Tiranës, gjë që ka ulur numrin e pasagjerëve nga 450.000 në vit në 250.000, pra 200.000 pasagjerë janë reduktuar vetëm nga mungesa e stacionit Tiranës. Por mendoj që mungesa e përkohshme apo jo? Po aktualisht nuk është. Do bë 3 vjet në gjykimin tim që nuk ekziston. Veçanërisht për ato kategori që janë të ndjeshëm ndaj çmimit të transportit, student apo pensionist apo kategori tjera. Pra jemi në situatë të tillë që po përpiqemi të krijojmë një atraksion për mundësinë e investimeve në Ekurudhë. Si, në çfarë mënyrë? Keni plan ta privatizoni sistemin ekurudhor, zoti ministër? Ja, do dalë edhe aty. T'ju them më parë se çfarë po ndodh. Kemi realizuar studimin e detajuar për lidhjen ekurudhore Tiranë-Rinas-Durrës. Kemi marrë një shprehje të interesit nga IBRD-ja, pra nga Bergji, për të investuar në këtë linjë, për të investuar dhe për të ndërtuar këtë linjë. Kemi ndërkohë disa kërkesa nga sektori privat për t'u angazhuar në investimin e realizimin e kësaj linje. Gjithashtu kemi bërë një studim bëshmërie apo vizibiliteti, si themi, për të gjithë rrjetin ekurudhor shqiptar, duke vendosur prioritarizimin se cilat linja duhen investuar më përpara dhe cilat më pas. Kjo është një shumë e rëndësishme për të administruar dhe për të orientuar investitorë të ndryshëm. Në ç'ë konkluzion keni arritur? Kemi futur, do t'ju them. Kemi futur si pjesë të rrjetit bazë rajonal dhe europian disa nga linjat kryesore ekurudhore të vendit, veçanërisht atë Durrës, Bajs, Malizi. Po konkludojmë një studim fizibiliteti për lidhjen ekurudhore Durrës kufiri Maqedoninë. Është dhënë një kontratë koncesionare investim nga investitorë shqiptar për lidhjen e zonës naftmbajtëse të vendit me portet e hidrokarburëve në jug të vendit, që duhet përgëzuar. Pra gjërat po lëvizin në kuptimin strategjik, në kuptimin e projekteve, të prioritizimeve. Dhe sigurisht po promovohet Ekurudha shqiptare si një në sektori transportit, i cili do të ketë një të ardhme shumë më pozitive se deri më sot, veçanërisht duke pasur dhe parasysh edhe lidhjet ndërkombëtare të saj, veçanërisht duke pasur. Po, patjetër, është një kërkesë për investimet tuaja, siç është për shembull TAP, absolutisht. Sistemi modernizuar ekurudhor. Kërkesat, po, diçka tjetër prioritare për ne është gjithashtu rritja e intermodalitetit, pra kalimi nga një mënyrë transporti një tjetër në portin e Durrësit. Është vendosur si objektiv për portin e Durrësit dhe për Ekurudhën shqiptare që të realizohet lidhja me kalatat e portit të Durrësit, përveç kalatës lindore të bëhet edhe lidhja e perëndimores.
dhe asaj kontenjerëve. Kjo është e rëndësishme. Do të bëjmë vlerësimin në kuadër të studimit fizibilitetit për korridorin e 8, pra Durrës, kufijë me Maqedoninë, nëse mund të realizojmë një park logjistik diku në zonën e Prenjasit për të shërbyer gjithë juglindjes të vendit dhe Maqedonisë, me qëllim që rrjeti ynë hekurudhor të fillojë të paktën të ketë një perspektivë se ku po shkon, çfarë zhvillimi ka, dhe investitorët potencial që vinë her mas here ta kenë atë shumë të qartë dhe të kuptojnë që është një sektor transporti që ne e vlerësojmë të rëndësishëm. Në qartë. Një gjë shumë e rëndësishme gjithashtu, ka shumë pyetje ndërkohë. Nëpërmjet instrumentave që kemi, ne të orientojmë transportin i cili realizohet në mënyrë abuzive sot në fakt, veçanërisht të mineraleve, drejt hekurudhës, se sot realizohet me kamion, duke abuzuar mbi peshën, mbi akse, dhe duke dëmtuar, duke amortizuar në mënyrë të jashtëzakonshme rrugët e vendit, asetet që ne kemi. Kështu që edhe këtë do ta realizojmë, pra shumë gjëra janë duke ndryshuar për sa i takon hekurudhës shqiptare. Do të vjen të flasim, po na duhet shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Vazhdoj të jem me ministrin e transportit dhe infrastrukturës zotin Edmond Haxhinastos, apo përfunduam së foluri për atë që do të pësojë edhe shërbimi hekurudhor në vendin ton, ndryshime rrënjësore, frytet e cilës kur pritet t'i ndjejmë? Këto në fakt sistemet ose në sektoret e transportit nuk mund të thuar që e japin frytin me njëherë. Hekurudha shqiptare ka nevojë për investime. Dhe sigurisht rezultati vjen mbas investimeve kumulative, që do thotë kohë mbas kohe. Nëse unë do ju them se çfarë duhet investuar në gjithë rrjetin tonë, mund të them se duhen mbi gati 500 milion euro duhet për të investuar në rrjetin e transportit hekurudhor. Shumë e rëndësishme është gjithashtu të shtohet, se unë nuk e përmenda, që përveç asaj që ne tashmë jemi në hartat e rrjeteve rajonale, ne po miratojmë kodin e ri hekurudhor. Kodi i ri hekurudhor. Kodin e ri hekurudhor, i cili është i bazuar krejtësisht mbi direktivat europiane, që do ta ndaj sistemin e infrastrukturës fizike nga pjesa e lëvizshme e hekurudhës, që janë ato që lëvizin mbi të, dhe menaxhimi i tyre do të jetë krejtësisht me regjim të ndryshëm. Pronësia për traseen për hekurudhën do të jetë shtetërore, por mund të përdoret nga operatorë të ndryshëm. Ndërsa pjesa e asaj që quhet rolling stock ose pjesa që lëviz mbi trase, sigurisht mund të ketë operator krejtësisht privat dhe mund të jetë krejtësisht private. Pra, një ndryshim krejtësisht konceptual për sa i takon hekurudhës. Dhe kjo do të sjellë, besoj, interes edhe nga investitorët të ndryshëm për të investuar dhe për të sjellë një situatë krejtësisht në shërbimin e transportit hekurudhor. Se kam shumë çështje që do doja ti ezauroja duke përfituar nga prezenca juaj, zoti ministër, prandaj edhe po shpejtoj. Përpara se të kaloj tek një tjetër çështje që un kam parashikuar, edhe një pyetje, si është e vërteta e tenderit që fitoi djali i zonjës Valentina Leskaj, Arian Leskaj, në sistemin hekurudhor? Unë sigurisht që nuk dalloj se kush është djali i zonjës Leskaj, unë dalloj kompanitë të cilat bëjnë një kërkesë zyrtare, paraqesin gjithë garancitë që kërkohen mbas ligjit shqiptar, tregojnë gatishmëri për të investuar në një segment të shkatruar të hekurudhës shqiptare, paratë e tyre, që po flas për kompani, dhe zut përmend emra, janë disa kompani, nuk është një person me emër të përveçëm, dhe e gjykoj këtë si një nga gjërat mund të mira që mund të ndodhi në Shqipëri, kur kompani shqiptare, e përsëris, kompani shqiptare janë të gatshme të investojnë miliona, të marrin kredi apo ku të diun se çfarë,
dhe të sjellin një standard të ri transporti. Të riparojnë ato që ju shpjegova që vjen nga kodi hekurrudhën fizike, pra gjendjen fizike të traseet të shinave, pra të hekurrudhës, dhe pastaj këtë hekurrudhë do kenë të drejta përdorin dhe të tjerët. Kjo është bërë. Kështu që për emrat përveçëm nuk më duket fare e rëndësishme për të folur, përderisa çdo veprim për sa i takon procesit koncesionar është bërë me transparencë të plotë, në përputhje të plot me ligjin shqiptar. Kush ka dyshime, është i mirëpritur, të vi, ta shikoj, të kërkoj informacion, është aty, është transparent. Me qartë. Kush ka makina e di shumë mirë se sa i rëndësishëm është edhe servisi për to, edhe vendi ku kryhen këto shërbime ndaj automjetit. Ka një udhëzim të posaçëm që është pjesë e kësaj reforme të rëndësishme, apo jo, nëse nuk gabohem. Ola Mitre sërish ka bërë një vëzhgim, zoti ministër, ju ftoj ta ndjekim edhe rikthehemi. Pavarësisht se ka kaluar më shumë se një muaj nga nxjerrja e udhëzimit të Ministrisë së Transporteve për kriteret që duhet të plotësojnë serviset e automjeteve për të licencuar, subjektet ankohen se askush nuk i ka informuar për ndryshimet. Në këto kushte ata kërkojnë më tepër informacion, në mënyrë që të orientohen si duhet për kushtet që duhet të plotësojnë. Në radhë parë duhet na vi udhëzimin për serviset. Nuk na ka ardhur deri më sot. Me që kemi dëgjuar e me që kemi parë për gazetat. Duhet na sjellin udhëzimin e ri dhe në bazë udhëzimit neve të plotësojmë kushtet e punës edhe të vazhdojmë të punojmë. Me aq sa keni djenin si u duken kushtet e vendosura nga Ministria? Me aq sa kemi djeni, përveç gropës, të gjitha këto kushtet që përcakton ajo janë shumë të domosdoshme për të punuar normal në një servis. Gropa nuk është e detyrueshme, jo në të gjitha serviset. Për shembull, në serviset që ka automjete me tonazhe të larta, duhet të jetë gropa. Kurse me këto tonazhe të vogla që punojmë neve, është shumë e mirë ura. I gjen defektet, i riparon defektet dhe në fund fare i jep garancinë shoferit për defektet që bën. Jam informuar vetëm nga media, lexova edhe një ditë gazetën, ka një muaj diçka e tillë. Po ashtu, ata ngrin shqetësimin e mungesës së certifikatave, që në shumë raste pasohet me mosnjohje të zanatit nga punonësit e serviseve. Sipas tyre, çdo kush që është i pajisur me to mban përgjegjësi për punën që bën, dhe edhe autoritetet përkatëse duhet të bëjnë më tepër në këtë drejtim. Ka shumë servise që janë të licencuar, po pa zanatin përkatës me anë e certifikatimit. Në ana ligjore të paktën të jetë me certifikat, se ai që është me certifikat do ka dhe licencën. Ai që ka licencën do mbajtë përgjegjësinë ato mjeti. Çfarë ka sjell kjo mungesë e certifikatit? Në shumë raste sjell ato rregullime që nuk montohen detajet e një mjeti me kushte teknike, po montohet jashtë kushte teknike. E montohen ai, po sa ka jetë gjatësinë, ai nuk e di. Besoj se është mirë që të certifikohen, se bëhet më serioze dhe më profesionale kjo punë. Drejtuesit e serviseve kërkojnë dhe shtim të kontrolleve në drejtim të serviseve të palicencuar, që sipas tyre dëmtojnë të ardhurat për ata që paguajnë rregullisht taksat. Kontrolli duhet të jetë akoma më i rrept. Ka dhe servise që janë palicencuar. Në qovë se unë një ndërrim vaj e bëj 10.000 lekë, duke futur shpenzimet e punëtorin, e energjinë e të gjitha, ai është pa licencë dhe pa kupon tatimor e bë 5.000 lekë. Mua prish punë. Paketa ligjore e prezantuar nga Ministria e Transporteve në drejtim të licencimit të serviseve vjen në kuadër të luftës kundër informalitetit dhe forcimit të sigurisë në transport. Një element i rëndësishëm i kësaj pakete është vendosja e kritereve për cilësinë dhe kualifikimin e të punësuarve në servise, si dhe garantimi i garancisë për shërbimin. Kush i kontrollon këto servise, nëse janë licencuar apo jo, pas daljes së këtij udhëzimi? Duket se nuk ka shumë informacion për ekzistencën e tij, ndonse pranohet. Së pari të gjithë këto kritere janë online, mund të gjenden lehtësisht dhe janë normalisht duhet të jenë lehtësisht gjetshme edhe në institucionet e tjera ku bëhet licencimi. Ne nuk bëjmë licencim, Ministria e Transporteve nuk bën licencim, kjo duhet të jetë e qartë. Ne kemi përcaktuar kriteret që qendra e licencimit, QKL-ja, duhet të ketë parasysh në momentin e licencimit. Janë dy gjëra të ndryshme. Ne nuk vendosim një kufizim për të punuar si një servis. Po. Ti mund të punosh si mekanik
me bazën e licencës profesionale që mund të kesh. Por në qoftë se do të kesh një servis të certifikuar, është ky set kritere që duhet plotësosh. Tani, si duhen motor... Licencën nuk e jep ministria, thoni ju, po kontrollet... Licenca merret kushdo, por tani diferenca do të jetë... Ne do të bëjmë këtë që do të vendosim, ne këtë ju duke përpunuar, ka pa kohë që i kanë dalë të kriteret, pa tjetër, po. Sigurisht, në Shqipëri ka me mira servise, në çdo vend ku të shkosh shikon servise. Sigurisht që për të shkuar deri te certifikimi, ne kemi parashikuar që të ketë edhe një numër se cili servis, do të duhet pak kohë. Kështu që jemi duke përpunuar, ju thash edhe një herë, reformat nuk ndodhin brenda një dite. E rëndësishme është gjithashtu të gjitha të reformat që po diskutojmë sot, nëse e keni vënë re, besoj që po, që ne lëm kohë për operatorë të ndryshëm për të kuptuar reformën dhe për të reaguar ndaj reformës. Ne nuk vendosim ditën 0 dhe themi ja nxorëm urdhrin ne dhe tani zbatojeni shpejt. Jo, i lëm njerëzit përgatiten, të kuptojnë çka kushte duhet vendosin, të investojnë nëse është e nevojshme, të trajnohen, kualifikohen etj. Dhe brenda kohës që ne i kemi lënë, patjetër të sjellin një standard të ri për shërbime për qytetarët. Shumë e rëndësishme të ndodhi kjo, sepse shërbimi i serviseve të automjeteve është diçka që ka të bëjë edhe me jetën e njerëzit. Pikërisht. Ka rëndësi, pavarësisht se ne nganjëherë nuk i japim rëndësinë e duhur, por ka shumë rëndësi, sepse veprimi në mënyrë sipas standardeve, në mënyrë të kualifikuar, dhënia garancive për punimet, se pjesë e reformës, pjesë e urdhrit janë dhe garancitë që duhet t'japë çdo shërbim. Edhe për pjesët, edhe për punën, për servisin pra që bëhet. Duhet t'japësh garanci. Dhe s'mund dalësh në rrugë ai të dali prapë po themi koka e zbarrës se thot ai unë s'e njoh fare, si s'më fare. Pra, çështja e garancisë është e domosdoshme. Të gjitha pra këto janë e bëjnë certifikimin e pikave të servisit të automjeteve si një pjesë shumë të rëndësishme të... Pa kush e kontrollon, dua të di unë? Institucioni që ju drejtoni apo jo? Ministria nuk ka kapacitete për të monitoruar të gjithë sistemin. Ne monitorojmë mënyrën si funksionon sistemi dhe ndërhyjmë nëpërmjet akteve nënligjore. Normalisht, këtë duhet ta bëjë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit, e cila edhe ajo po përgatitet me trupën e inspektorëve që ka për t'u angazhuar për të bërë inspektimet e nevojshme. Por sigurisht që do duhet pak kohë për të arritur në momentin që të gjithë to pika servisi që duan të certifikohen, të realizojnë këtë punë dhe pastaj sigurisht filloj monitorimi i standardeve që kanë arritur këto pika. Dy çështjet e fundit, zoti ministër, që unë kam përzgjedhur të diskutojmë, janë edhe ato që duhet të mbeten në mendjet e njerëzve. Sinjalistika dhe siguria në rrugë dhe portet, aeroportet dhe investimet. Ju, duke nisur me sigurinë sinjalistikë në rrugë, jeni dëshmitar të faktit, ashtu si dhe unë edhe si të gjithë shqiptarët, të aksidenteve të shumta rrugore që ndodhin. Më i fundit u regjistrua vetëm pak ditë më parë, 2 fëmijë të vegjël humbën jetën në natyrë mbetje e plagosur bashkë me fëmijën tjetër 1 vjeç. Në një nga ato akset rrugore ku të shpeshta kanë qenë aksidentet dhe ku gjithmonë është thënë se fajin për to se një nga shkaktarët e shënimit të aksidentit të radhës ka qenë mungesa e sinjalistikës në rrugë. Çfarë po bëhet në këtë drejtim? Shumë është bërë në fakt, dhe akoma më shumë do bëhet në të ardhmen. Së pari njerë duhet të shpreh dhimbjen e thellë për rastin konkret që përmend, një rast tragjik, humbje jetësh të fëmijëve. Sigurisht që po zhvillohet një hetim për rastin konkret dhe uroj që sa më shpejt të kemi konkluzionet e këtij hetimi. Por për te këtij rasti, dua të them që çështja e sigurisë në rrugë është absolutisht prioriteti kryesor i investimeve që Ministria e Transporteve dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar ka pasur që në vitin 2013, që me fillimin e këtij mandati. Dhe kjo është
Jo vetëm një çështje që thuhet me gojë, por reflektohet edhe në mënyrën si janë administruar investimet. Ka pasur një rritje në vitin 2014, 3 fish krahasuar me vitin më përpara për sa i takon investimeve në sinjalistik. Në vitin 2015 ka pasur gjithashtu një rritje 3 herë. Në rang vendi? Në rang vendi. Në rang vendi. Dhe çfarë është bërë? Është ndërhyrë në akset kryesore që ka, rrugore që ka vendi. Aksi i parë ka qenë Rrogozhin Butrint. Dhe kjo ndodhi përpara sezonit turistik dhe u ndje nga të gjithë pushuesit që përdoren rrugën drejt zonës Vlorë-Sarand. Aktualisht që po flasim, janë 2 segmente tjerë që po realizohen. Është segmenti Rrogozhin-Kapshtic edhe Fushkruj, Hani Hotit dhe patjetër edhe Muriqani. Besoj që edhe kontrata që do të realizohet së shpejti me shumë operatorë të ndryshëm, kontrata mirëmbajtje, sepse sinjalistika, dakor, po duhet edhe mirëmbajtja. Projekti, do thoja, më mirë të themi, me Bankën Botërore për $130 milion për 5 vitet të ardhshme, ka pikërisht të qëllim që të rrisi situatën e sigurisë në rrugët e vendit. Do të jetë për 5 vite, siç e thash, dhe do të sjellë një standard krejtësisht tjetër në mënyrën si mirëmbahen rrugët e vendit. Edhe në mirëmbajtje kemi rritur mbi 2 herë investimet çdo vit krahasuar me vitet më parshme. Për shumë arsye, s'pari për truetur investimet e mëdha që janë bërë në rrugë, pra një aset i madh kombëtar, rrugët e vendit, por edhe për arsye të sigurisë, sepse mund të kesh një rrugë e cila mund të jetë ndërtuar shumë mirë, me standard, por nëse nuk e mirëmban ajo të ka dalë jashtë standardit. Thuaj ministrit inspektoi pak rrugën e Kombit, thot një zotëri që na ndjek, dhe pastaj të flas, janë bërë mbi 20 ndërhyrje të paligjshme aty dhe askush si ka ndaluar. Jo vetëm, por zotëria ngre një problem shumë të madh, në fakt, që nuk ka të bëjë vetëm me rrugën e Kombit, po është një fenomen... Mesazhi shihet aty, në fakt është i njëjti zotëri që ngre dhe problemin e taksive 8+1 që unë vendosa t'ju bëj më vonë për shkak se dua të mbetemi tek çështja e rrugëve një herë pastaj. Po patjetër, po mendoj që Ministria e Transporteve, drejtoria, më thënë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, nëpërmjet drejtorive rajonale, e kanë të pamundur me strukturën aktuale që të monitorojnë të gjitha ndërhyrjet e paligjshme në rrugë. Qoftë për sa i takon dëmtimit të sinjalistikës, që janë format ndryshme, të tabelave, të gardreleve, qoftë edhe ndërhyrjeve tjera të paligjshme. Pse e keni të pamundur? Pse e ka të pamundur? E ka të pamundur me këto nivele burimesh njerëzore që ka, që të monitorojë të gjithë sistemin e rrugëve të vendit. Kamera ka të, mund funksionojnë kamerat? Nuk ka. Mund vendosen apo ka kosto? Mund vendosen, po kërkon investim, patjetër. E ardhmja ajo është. Por aktualisht është e pamundur që të monitorosh të gjithë tabelat që ka vendi duke vendosur kamera. Apo jo. Ne kemi pasur raste shumë flagrante që mbas përfundimit të rrugës Llogaras, për shembull, aty u ndërhyn nga njerëz pa përgjegjshëm dhe u hoqën shumë tabela. Ndërkohë që një tabelë aty shpëton jetën në rrugë të tilla të vështira. Pra duhet të them që çështja e sigurisë rrugore, pa diskutim që është përgjegjësi së pari e qeverisë, e Autoritetit Rrugor Shqiptar, e Policisë Shtetit, sepse dhe ata monitorojnë edhe vendosin rregullat e duhura në respektimin e sinjalistikës, por është edhe një çështje e qytetarëve. Është një çështje publike. Nëse duam që të kemi një siguri të lartë, qytetarët do të jenë partner me ne. Dhe unë kam bërë vazhdimisht të thirrje publike. Shumë vërtet. Që qytetarët të jenë edhe ata roje, jo në kuptimin që shkojnë fizikisht atje. Minimum mos shkatrojnë. Mos të shkatrojnë,
Sepse shkatrimi sinjalistikës sjell humbjen e jetëve, siç është rasti i pa lumtur as pak i humbjes jetës të dy fëmijëve. Edhe aty kemi një ndërhyrje. Në këtë gardrel. Po ka dhe ndërhyrje tjera, po në atë aks. Në trafik ndarse në keni fjallë? Në trafik ndarse. Nëse po shohim pamjet pikërisht të këtij aksidenti në Bërselin. Ka shumë pika karburanti. Nuk flet njëri për këtë. E di sa pika karburanti ka Shqipëria? Ka 1400 pika. 1000 prej tyre janë në rrugët kombëtare. Rrugët kombëtare janë 3700 kilometra. Sa i bie mesatarja? 1 pikë karburanti në 3,7 kilometra. Po kush duhet ta ndalojë? Në cilin vend të botës, po s'janë ndërtuar këto. Për shembull, përgjatë rrugës që ndjek qytetari nga pika doganore Kapshticës drejt Selanikut, një rrugë që unë e përshkova vetëm pak ditë kohë parë, nuk kam parë asnjë pikë karburanti me thënë të vërtetën. Po si? Dhe atë bëra pyetje, si ka mundësi? Dhe këtë standarde kemi bërë në fakt. Ne kemi vendosur standardin se si duhet bëhen pikat e karburantit. Ja kemi miratuar para pak kohe. Por t'i kthehemi shifrave. Po. Janë 1000 pika karburanti në 3700 kilometra. Shikoni çfarë mesatare ka. Si mesatare çdo 3,7 kilometra. Në këtë segment këtu, në 37 kilometra, janë 26 pika karburanti. Është e paimagjinueshme. Dhe janë lënë, kanë marrë leje ndërtimi për ndërtuar në buzë rrugës, duke shkelur në flagrante kodin rrugor. Dhe tani nuk i lëvizni dot se ka një leje? Çështja nuk është tani për të gjykuar njëri, por duhet kuptoj njerëzit që nuk mund veprohet kështu me rrugët kombëtare të vendit. Rrugët kombëtare kanë nevojë, shih çka kthese bërje, imagjino. Rrugët kombëtare kanë një standard caktuar. Kjo kategori rrugë duhet trajtuar në mënyrë tjetër. Shkon rrugën e kombit, shiko se sa ndërhyrje ke atje. Ndërhyn natën. Ne s'mund të monitorojmë çdo orë të ditës dhe të natës. Sigurisht që duhet një veprim më i koncertuar, më i koordinuar me të gjithë faktorët, edhe me policinë e shtetit. Dhe në rastet e dëmtimit është vjedhje e pronës publike. Po pse si jepni me koncesion, zotë ministër, kështu përgjigjen ata që... Jemi përpjekur, edhe po përpiqemi. Rrugën e kombit, presim të japim me koncesion. Po rrugën e Arbrit? Edhe rrugën e Arbrit gjithashtu. Po të kthehemi pak tek sinjalistika. Po, do flasim. Se është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe ju them përsëri një shifër tjetër. Nga 1000 pika karburanti në rrugët kombëtare, jo në gjithë vendin, se në gjithë vendin janë 1400. Sa mendoni ju se janë me leje hyrje dalja në rrugë? As 10% e tyre. Pra shikoni çfarë situate e trashëguar. Që duhet rregulluar patjetër. Nuk mund të jenë të gjitha funksionale, nuk mund të përdorin, mund të kenë akses në rrugë kombëtare të gjithë këto pika karburantesh. Dhe jam i bindur që janë shumë më tepër pika që ofrojnë shërbime tjera, që mund të jenë ato servise, mund të jenë restorante, të gjitha përdorin rrugët kombëtare. Do ndërhyni, të eliminoni televizit, ne kemi një koncept, kemi filluar, edhe pse ka një leje, po nuk është çështja të zhdukur, sepse duhet ta kemi nga vendi ku janë. Ti zhdukni nga vendi ku janë, ti zhvendosni. Qëllimi jon nuk është të zhdukim askënd, as pikat e karburanteve. Qëllimi jon është të vendosim një standard që të kuptohet që një pikë e tillë karburanti në qoftë se nuk respekton standardin e hyrjes dhe daljes nga rrugë ose daljes dhe hyrjes në rrugë, përbën rrezik për jetën e qytetarëve. Nuk mund të jetë një aktivitet normal, ekonomik, për 26 pika karburanti në 37 kilometra. Çfarë do bëjnë ato pastaj? Do fillojnë evazion, do fillojnë, ku do diun, të gjitha format e mundshme që të mbijetojnë. Pra, ne kemi filluar, kemi përgatitur standardin e pikave të karburantit, miratuar me VKM, kemi filluar, kemi përcaktuar peshën specifike të gjithë elementëve që duhet të ketë për një objekt që vendoset në perimetrin e rrugës. ARSH-ja ka kohë që është duke bërë pikëzimin e të gjithë pikave të karburantit, duke filluar nga ky segment që po shohim këtu. Pra do zhvendosen ata? Dhe do thotë që nga këto 26 pika, kaq prej tyre i plotësojnë kushtet, të tjerat nuk i plotësojnë. Pse duhet shëmbën? Mund vendoset gardreli, mund vendoset shina mbrojtëse,
trafikndarësja, si e thoni ju, dhe ai mund të merret me një aktivitet tjetër, jo domosdoshmërisht këtë akses në rrugë. E qartë, ndërkohë opozita ju akuzon vazhdimisht juve si qeveri, po edhe ministrin tuaj, se nuk keni bërë asgjë në këtë drejtim, po mbi të gjitha thot, vazhdon zoti Berisha e tha, besoj keni dëgjuar në parlament ende e kaluar, se nuk keni ndërtuar asnjë rrugë. Dëgjojmë pak zotin Berisha dhe rikthehemi. Në 3 vjet nuk u tregon shqiptarëve se ke ndërtuar 1 kilometër rrugë të vetme. Në 3 vjet u tregon turpin më të madh se po ndërton 900 metra rrugë, 930 metra rrugë me $9.9 milion. Ku po vjedh së paku minimumi $7 milion. Po ndërton 930 metra rrugë në linë. Në linë. Me $9.9 milion. Në një kohë që çmimi i tunelit Krapës, i kilometrit në tunelin e Krapës, është gjithsejt $10.sa milion. Po ndërton. Megjithatë, akoma s'ke qenë i zoti, s'ke patur fuqi, s'ke patur zotësi, tu tregosh këtyre idhtarëve tu qoftë dhe 1 kilometër rrugë të përfunduar. Si i përgjigjeni, zoti ministër? Unë do i përgjigjem në mënyrë asimetrike doktorit. Do të marr pjesën racionale të tij. E do them që fakti është që janë investuar rreth $70 milion këto 3 vite dhe kanë përfunduar rreth 200 kilometra rrugë. Unë jam i konceptit dhe kam thënë dhe në parlament shumë qartë që kilometrat e rrugëve nuk janë treguesi më i mirë i zhvillimit të infrastrukturës apo i standardeve të saj. Kilometrat tregojnë për një menaxhim sasior, që shpesh herë është i nevojshëm, po ai sa është i nevojshëm edhe një trajtim cilësor i tyre. Fakti që ka nevojë për kaq shumë investime për sa i takon sinjalistikës rrugore, për sa i takon sigurisë rrugore, për sa i takon mirëmbajtjes rrugore, tregon që ne si kemi investuar paratë si duhet. Sot që flasim, ka një hendek prej 80 milion eurosh për t'u hedhur në rrugët që ka vendi, që janë investuar dhe janë përfunduar, për t'i sjellë ato në situatë normale mirëmbajtje. Se ka mirëmbajtje rutinë, ka dhe mirëmbajtje periodike që është ndërhyrje më e thellë. Vetëm i lutem shumë i lumtur, shkurtimisht sepse nuk dua t'i lëm pa përmendur atë çështje që unë përmenda pak më. Unë mendoj se treguesi më i rëndësishëm për të përgjigjur në këtë rast është trendi i aksidenteve. Veçanërisht atyre me vdekje. Absolutisht. Ja ku është grafiku, ju mund ta shikoni. Vitin 2012 ka pasur 333 të vdekur në rrugët e vendit. Në 2013 295, në 2014 264. Që ishte viti që ne vum objektivin të ullim me 20% aksidente, dhe në 2015 ka pas 270, pa kemi një rritje të lehtë me 6 raste të vdekurish. Sigurisht që kjo nuk është gjithçka, objektivat janë për shumë më tepër dhe ne duhet të shkojmë. Ndërkohë njerëzit teksa pyesin dërgojnë edhe foto nga aksidentet të ndryshme që ndodhin në vend. Çfarë do të bëhet me rrugën e Arbrit, me atë të Kombit, me bypassin e Shkodrës? Rruga e Kombit është në një proces tenderimi. Kompanitë pjesëmarrëse kanë kërkuar të shtyhet 3 javë dita e hapjes së ofertave. E kemi pranuar këtë. Pra nga data 9 që ishte sot për të hapur ofertat, do pritet edhe 3 javë të tjera, se është një kërkesë normale e kompanive dhe duhet ta respektojmë, është ligjore.
Pra të presim, urojmë të kemi një ofertë racionale, optimale për këtë rrugë. Por rrugën e Arbrit, siç e dini, kemi një ligj të veçantë për të negociuar me palën kineze që ka sjellë një ofertë. Në gjykimin e Ministrisë Transportit, dhe të Ministrisë së Financave, dhe të Ministrisë së Ekonomisë, oferta ka qenë e lartë dhe e papërballueshme nga ana e buxhetit të shtetit. Për momentin, ndoshta në të ardhmen mund të jetë situatë tjetër. Vazhdojmë bisedimet me ta për të ulur ofertën, për të ulur atë. Pa sukses, mund të them, deri tani. Shikojmë, kemi edhe një raund tjetër me ta. Ndërkohë që kemi po administrojmë edhe po flas për rrugën e Arbrit, ndërkohë që po administrojmë edhe një kërkesë nga një grup nga një ndërmarrje kompani shqiptare, e cila mendon se mund të japi një ofertë shumë më të mirë për të ndërtuar këtë rrugë. Okej. Shkurtimisht. Okej. Kalojmë tek çështja e fundit, portet, aeroportet dhe investimet. Zotë Ministër, kemi 3 porte, i Durrësit, Shëngjinit dhe Vlorës, me kapacitete super modeste, apo jo? U tha se porti i Shëngjinit do i jepej Kosovës, pastaj u tha se do i jepej kinezëve. Kush e tha këtë? U përfol, dhe pastaj nuk pati asnjë investim në të. Çfarë ndodhi dhe çfarë do të ndodhë me këtë dhe me portet e tjera? Janë bërë, ka mbaruar një kalat e re, ka pasur investime në infrastrukturë, ka pasur investime në mjetet e portit, ka pasur shlesionet e veta që të diktuara dhe nga zhvillimi ekonomik dhe nga konjunkturat e tregtisë rajonale. Është miratuar gjithashtu një port jahthesh brenda portit të Shëngjinit, që besoj do sjellë një volum të ardhurash më të lartë për këtë port. Sigurisht që me që përmendët portet e jahteve, sa licenca janë dhënë për portet e jahteve deri tani? Janë disa në proces, janë disa në proces. Është dhënë kjo që sapo ju thash, është miratuar një port jahtesh në zonën veriore të portit aktual të Durrësit. Në Kavaj, në Synejt Kavajës është gjithashtu një tjetër, janë në procedura vlerësimi edhe dy kërkesat tjera për porte në jug të vendit. Këto janë... Ka ligj që parashikon tarifat për to, Zotë Ministër? Jo, për momentin nuk ka... Incentiva, për shumë si që ka Malizi që nafta që furnizon jahtet është pa akcizë edhe ushitet me gjysmën e çmimit të Bashkimit Evropian? Sot ne nuk e ofrojmë shërbimin e bunkerazhit, jemi duke përpunuar temi kriteret se si mund të ofrohet ky shërbim. Është një shërbim fakt që duhet të ekzistojë, jo vetëm bunkerazhi, por edhe shumë shërbime tjera për industrinë e detit, qofshin pra anije tregtare, anije peshkimi apo varkat turistike. Sigurisht që këto vinë gradualisht. Ndërkohë ka një diskutim tek porti i Durrësit, thuhet, përflitet edhe këtu, se po favorizohet më shumë se kompanitë shqiptare, një kompani gjermane, dhe se kalon pa punë këto shqiptarët. Si është e vërteta? E vërteta është që aty është një kompani koncesionare, ka marrë me koncesion terminalin Lindor, punon aty, ka një kategori të caktuar mallrash që operon. Pretendimet janë që nga disa stivador shqiptar, kompani shqiptare, që këta nuk i kanë të drejtat, po gjërat janë të shkruara, e zeza mbi të bardhë. Në qoftë se ata kanë ndonjë pretendim, janë të lirë të shkojnë ta kontestojnë në gjykat. Në qartë. Aeroportet, marrëveshjen me koncesionarin e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës Nën Tereza për heqjen e ekskluzivitetit, sapo u kalua në komisionet parlamentare, javën që vjen pritet të kalojë edhe në parlament. Opozita ndërkohë pretendon, Zoti Ministër, se po ndikon e gjitha kjo në buxhetin e shtetit. Ju thoni të kundërtën, si e faktoni këtë? E faktoj duke ndjekur logjikën ekonomike, në mënyrën se si mund të ndikojë aeroporti i Rinasit në buxhetin e shtetit. Është e rëndësishme të themi se cili ka qenë parimi bazë i arritjes së kësaj marrëveshje. Ka qenë që periudha e shtyrjes së koncesionit, ose efekti i saj, të ishte i barabartë me përfitimet që ne do kishim nga hapja e aeroporteve tjera. Pra dëmi që i shkaktohet aeroportit të Tias, themi, dëmi, të ishte barabartë me përfitimet që
do kishim ne nga aeroportet e tjera. Kështu që në këtë këndvështrim, ajo e ardhur që do vi nga aeroportet e tjera që do hapen, do të kompensoj një ulje të mundshme të nivelit të ardhurave nga aeroporti i Rinasit. Kështu që nuk ka asnjë impakt në buxhetin e shtetit. Sa do të preket çmimi i biletave dhe sa do të ndikojë në hapjen e tregut? Mendoj që çmimi i biletave ndikohet nga hapja e tregut. Dhe pa diskutim që ekzistenca e aeroporteve të tjera në vend do të ndikojnë për këtë gjë. Kuksi, Spari, por dhe ndërtimi i aeroporteve në jug të vendit kanë të gjitha gjasat që tregu ynë i shërbimeve aeroportuale, se për këtë lloj tregu bëjmë fjalë, të jetë më i liberalizuar, më i hapur, dhe ky liberalizim i tregut të ushtrojë presionin e duhur në uljen e çmimit të biletave. Por sigurisht të gjitha mundësitë për të parë edhe në nivelin e aktual të tarifa në aeroportin e Rinasit nuk është të zauruar i plot. Do të shikojmë, kemi filluar një proces, do të shikojmë çfarë hapësira ka me qëllim që aeroportin e Tiranës ta bëjmë edhe atë sa më të konkurrueshëm krahasuar edhe me aeroportet e ngjashme, që janë aeroporte premium quhen, të rajonit të vendeve fëmijë. Prisni diskutime të ende në parlament për këtë? Po patjetër. Debat? Në ndjenjën time do shqyrtohet ndryshimi i kontratës, që është një ligj. Unë besoj dhe do të uroja në fakt që të gjithë diskutantët të shtrojnë përpara pyetjen duhet ishte bërë kjo gjë apo jo? Duhet hapi tregu i shërbimeve aeroportuale në Shqipëri apo duhet ishte i mbyllur dhe me ekskluzivitet siç ishte? Dhe pastaj të flasin në mënyrë më konstruktive për elementet e tjerë të marrëveshjes. Aeroporti i Kukësit është pritur shumë nga banorët, cilat janë përfitimet dhe kur mund të jetë ai funksional? Ne bëjmë punën tonë, pavarësisht nga kërkesat dhe interesi i kompanive të mundshme që mund ta operojnë atë. Besoj që përftues do të jenë edhe njerëzit që do të punësojnë aty, parashikohen rreth 250 punësime. 250 punësime. Po. Në aeroportin kur të jetë plotësisht funksional, që do të jetë një përfitim i madh për zonën e Kukësit. Po, kishte diçka? Për sa i takon kohës, jo, që përgjigjem pyetjes suaj, ne do të punojmë që kjo të ndodhë sa më shpejt, pra që të bëhet sa më shpejt funksional. Urojmë gjithashtu që të administrojmë edhe kërkesa nga operator privat, operator aeroportesh, po edhe kompanish ajrore, dhe kjo do të vendosi atë në një situatë optimale funksionimi. Jugu i vendit, për jugun e vendit, keni parashikuar ndërtimin e Duhet patjetër një studim vizibiliteti më përpara. Ka disa ide, disa thojnë Vlora, disa thojnë Saranda, disa thojnë Gjirokastra. Mendoj që gjëja më e mirë, përgjigja më e mirë do të jepet nga një studim vizibiliteti. Temat e referencës ne kemi përgatitur. Shumë shpejt do të bëhet një tender ndërkombëtar për ta bërë këtë studim vizibiliteti, dhe më pas do të jemi, si themi, të qartë se ku duhet investuar më përpara, në Vlorë, Sarandë, Gjirokastër apo diku tjetër. Okej, unë përfundova me çështjet në diskutim, përpara se ta mbyll, dua t'ju bëj pyetjen e atij shikuesit që na kishte shkruar në faqen e emisionit për sa i përket furgonave 8+1, me që premtova publikisht se do t'ju bëj pyetjen e tij. Thotë, ju lutem pyesni ministrin për autoveturat 8+1 taksi, pasi jemi mbi 2000 krye familjar që po e ndjekim me interes zotin Haxhinasto. Po, zoti Haxhinasto edhe ai ka bërë një premtim publik për sa i takon kësaj kategorie autoveturash, ka premtuar publikisht se asnjë nuk do dalë nga tregu, dhe kjo është parashikuar si pjesë e reformës. Që të gjithë këta furgonat, si quhen në gjuhën popullore, do të kenë një kategori të caktuar shërbimi që do të ofrojnë. Unë duhet ta kisha shpjeguar në fakt kur fola për reformën e transportit ndërqytetas që kemi linja kryesore që lidhin qendrat e bashkive,
kemi linja ushqyese që do të ushqejnë këto linjat kryesore, po kemi edhe linjat rreth qytetëse që do të lidhin të gjithë zonën rreth qytetit me fshatrat, me ish-komunat. E pashme dhe kategoria e këtyre furgonave, ose 8+1-shit, është pikërisht e destinuar ose e parashikuar që të funksionojnë në këtë kategori linjash. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e emisionit Njerëz në Fokus, për të ndarë kaq shumë tema që kanë interes, në besonin për qytetarët dhe që e kanë dëshmuar këtë teksa na kanë shkruar në faqen e emisionit, teksa ju keni dhënë shpjegimet e duhura për çdo çështje. Faleminderit zotëria Gjinasto. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit që na ndoqët nderuar shikues. Ky emision ju kujtoj ritransmetohet sonte pas edicionit fundit të lajmeve dhe po ashtu nesër rreth orës 14:30 minuta, një ditë më pas e gjeni edhe në faqen e emisionit Njerëz në Fokus. Natën e mirë.